e drejtë njerëzore e çdo njeriu, përkatësisht edhe çdo populli është që të flasë dhe të shkruajë në gjuhën e tij amtare. Prandaj kërkesa e studentëve është shumë e drejtë, është legjitime dhe mendoj se duhet përkrahet nga të gjithë në mënyrë që ata të kenë të drejtë përveç mbarimit të fakultetit në gjuhën amtare, përkatësisht në gjuhën shqipe, që edhe provimet e fundit t'i japin në gjuhën amtare. Kjo është një përpjekje për të penguar barazinë gjuhësore, që edhe shqipja të jetë një ndër ose të jetë gjuhë e barabartë në përdorim zyrtar në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Deri me tani nuk është zbatuar marrëveshja e Ohrit dhe duke qenë se populli shqiptar atje është popull shtetërformues, atëherë duhet të jetë gjuha shqipe barabartë me gjuhën e maqedonase. Në të vërtetë, deri me tani, siç është parë politika e shtetit maqedon, do thotë nuk është e gatshme që, si të thuash, të pranojsh gjuhën shqipe si gjuhë të barabartë me gjuhën maqedonase. Dhe kjo është një padrejtësi, do të diskriminim, duke ditur që, ose duke pasur parasysh që populli shqiptar në Maqedoni arrin dikund 29.50% e më tepër që përbëjnë, do thotë, popullatën e shtetit gjerman, Maqedonas. Dhe populli shqiptar dhe po ashtu dhe studentët sot që protestojnë atje kanë plotësisht të drejtë dhe duhet insistuar me çdo kush që shqipja të zbatohet edhe të jetë e barabartë në Maqedoninë e Veriut.